Kryeministri Edi Rama zhvilloi në New York një takim të posaçëm me sekretarin e përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon. Në këtë takim, zoti Ban Ki-moon e përgëzoi kryeministrin Rama për fitoren në zgjedhjet e 23 qershorit, si dhe për përfshirjen shumë të gjerë të grave në kabinetin qeveritar në veçantë, por edhe në role të tjera drejtuese. Kryeministri Edi Rama e siguroi sekretarin e përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara për rolin konstruktiv që vendi ynë do të vazhdojë të luajë në këtë organizatë. Gjatë takimit, kryeministri Rama u ndal edhe në situatën e re të krijuar në Ballkan pas marrëveshjesh mes Serbisë dhe Kosovës. Rama theksoi se kjo marrëveshje mbyll një kapitull konfliktesh në Ballkan dhe i hap rrugën një fryme të re bashkëpunimi në rajon. Kryeministri Rama u shpreh kënaqur për 104 vendet anëtare të Kombeve të Bashkuara që e kanë njohur shtetin e Kosovës dhe kërkoi që procesi i njohjes së Kosovës të vazhdojë dhe të pranohet edhe nga vende të tjera.